Luftë mes SBA-s dhe Kinës. Hynë në fuqi tarifat e reja të Trumpit 104% për mallrat kineze. Tarifat e reja të presidentit amerikan Donald Trump ndaj 10 vendeve, përfshirë ato 104% për mallrat kineze, kanë hyrë në fuqi, duke intensifikuar luftën tregtare globale. Ky raund i tarifave reciproke vjen pas vendosjes së taksave ndëshkuese nga Trump, të cilat kanë tronditur një rend tregtar global që ka ekzistuar për dekada. Kjo ka ngjallur frikën në një recesioni të mundshëm dhe ka shkaktuar një rënje të mprehtë të stoqeve në mbar botën. Presidenti Trump ka dyfishuar tarifat për importet kineze që ishin vendosur në 54% javën e kaluar, si kundërpërgjigje ndaj tarifave të shpallura nga Pekini. Kina është shprehur se do të luftojë deri në fund për të mbrojtur interesat e saj, duke e parë këtë si një shantazh ekonomik. Ndërkohë, Trump ka dërguar mesazhe të përzierura për investitorët, duke i përshkruar tarifat si të përhershme, por duke u mburur gjithashtu se ato po shtyen lider global të kërkojnë bisedime. Ai theksoi se shumë shtete janë në kërkim të marrëveshjeve me SBA-n, ndërsa ka shprehur pritshmërinë që edhe Kina do ta pranojë një marrëveshje në të ardhmen. Në rastin e luftës tregtare mes SBA-ve dhe Kinës, disa mundësitë që mund të çonin një luftë ekonomike përfshin. Rritje të çmimeve për konsumatorët. Tarifat mund të shkaktojnë rritjen e çmimeve për produktet e importuara, duke ndikuar në konsumatorët që mund të duhet të paguajnë më shumë për mallrat të caktuara. Ndikim në zinxhiret global të furnizimit. Tregtia ndërkombëtare është shumë e lidhur dhe një luftë tregtare mund të ndërpriste zinxhiret e furnizimit global, duke çuar në vështirësi për shumë industri. Përkatësimi i marrëdhënieve diplomatike. Luftrat tregtare shpesh shoqërohen me tensione diplomatike që mund të ndikojnë në marrëdhëniet politike dhe mund të dëmtojnë bashkëpunimin ndërkombëtar. Përshkallëzimi i mëtejshëm. Nëse një luftë tregtare eskalon, mund të çojë në masa të tjera ndëshkuese, përfshirë kufizime të tjera tregtare, bojkotime dhe ndoshta përplasje edhe më të drejtë për drejta.